Mirëmëngjesi, si po ja kalon? Sot është data 26 janar. 26 janar është sot? Po. Ora është fiks natë edhe unë kam fiks një orë me u bogati, dhe me thënë me marru flokët, me u vesh, me hangër mëgjesin, se s'kam hangër mëgjes, sepse do më duhet me shku me marrë trenin. Do iki deri në Milano sot. Do ikin Milano me një vajzë që besoj që e njihni shumë mirë, quhet Sirja, edhe do të kisha thënë, edhe po ta them, do të kisha thënë, po e njeh Sirjan. Sirja është e dashura e atij djalit që bën ato videot e Manueli, po nuk do doja me ta thënë kështu, sepse Sirja është person vete, nuk është se është e dashura e dikujt edhe për atë nifet, është person vete, po nejse. Gjithsesi, sot do ikim në Milano me Sirjan, me thënë do takohemi në Milano, sepse ajo jeton jo afër Milanos, kështu që do vije këtej, edhe do takohemi direkt në Milano, sepse e kanë ftuar te një event. E kanë ftuar te një event Garnier, ajo marka e produkteve për flokët, që në fakt jo vetëm për flokët, por Garnier është edhe strukanti ai që pastron fytyrën, që të heq make-upin, pastruesimi i fytyrës si për ferumi, betohem. Edhe i kanë shkruajt ato, i kanë thënë apo vjen te eventi që do bëjmë Milano me 26 janar. Kjo i ka thënë po, a mund ta sjellni shoqe me vete? Edhe ato i kanë thënë po, sigurisht mund ta marrësh një shoqe me vete, sepse zakonisht në për këto evente lejnë me marrë një person tjetër, sepse mund të jetë pak e sikleshme ose boring situata në qoftë se je komplet vetëm. Edhe ajo më shkruajti, në fakt unë dhe Sirja nuk kemi takuar asnjëherë, po kemi fol sa herë, se ajo jeton larg meje. Nuk kemi takuar asnjëherë, po kemi fol sa herë në telefon me kamer. Veç ja kemi nis një ditë tu fol, më duket më kish komentuar një story, edhe folëm pak, folëm me kamer, edhe shnet ne u pafshim. Për mua është hera e parë që shkoj në një event të tillë. Jam shumë kurioze me pa se si është gjendja, puna, situata, ç'a thuhet, ç'a bëhet. Jam kurioze. Sirja fatmirësisht flet shumë mirë shqip, kështu që mund të bëj vlog edhe italisht edhe shqip, si për TikTok, si për YouTube. Jena në rregull. Eventi nuk e di nëse e thash, më duket tash ka ora 1:30, shumë pak a shumë. Gjithsesi ne do të takojmë pak më para që të ham diçka shpejt e shpejt. Dje ishin tu Sindi dhe Janica se kisha me bë fotot e ditëlindjes, po të bëj një mini spoiler. Edhe i bën edhe fotot e ditëlindjes, pastaj i thash më ndihmoni me zgjedh një outfit për nesër, do të them për sot. Edhe më ndihmune, zgjodhëm. Flokët që kanë tha mirë. Nejse. E zgjodhëm outfitin, se duke qenë se është event masdite, edhe nuk është dark, duhet me shku normal pak, si kështu të vesh shumë mirë, po jo edhe ekstrem elegant, sepse gjithsesi është event masdite, kështu pak të ne kemi menuën edhe Sirja, e kështu më thanë edhe Sindi edhe Janica. Para se të marroj të bëjmë gati, shi qa çantet bukur ka ble mami dje, e ka gjetë më duket në super ofert, edhe sigurisht që do ta përdor unë sot. Sa e bukur, është perfekte. Siqerisht është perfekte dhe kam përshtypjen që është perfekte edhe me pallton time. Kombinon shumë mirë sepse është ftohtë, kështu që besoj se do vesh pallton. Edhe këtë çantën, tik. Çat ha tani për mëngjes. Këtë marrë, këtë lë, në të ngjumi nuk më zë. Atëherë, duke qenë se nuk kam shumë uri, do ha vetëm një molto kështu të vogël, duke qenë se nuk kam shumë uri. Do jam mulino bianco, flauti latte, shi Leo tani, sepse Leo, dita unë. E di unë se i ke qefti. Na i cop molto. Ky ma qof nuk është normal. A do të ti? Basta, është e imja. Po thuj se e kam marru outfitin, do vesh këto qizmet. Pak fjalë, ky është outfiti, nuk e di nëse shifet mirë. Dje kur ishte Sindi, edhe Janica e provum me lidh pak kështu që t'i jepte pak formë outfitit. Një fund i shkurt, getat që janë ato në fakt ngrohta, janë ato getat fake, edhe pallton sipër. Se nuk kam se si ta pozicionoj kamerën që të më duket krejt trupi. Edhe çantën e mamit, qizmet që në fakt janë të Sindit, mamit Sindit, gati për me ik. Tani sa erdhën metro. Nga Gorgonzola do të bresim në Milano Centrale. Tani unë kam ardhur te stacioni centrale edhe po pres Sirjan. Problemi është që ajo nuk din rrugën, normal se nuk është nga këto zona, por po pyet kështu info, indikacione, gjitha sepse unë nuk del dot. Aja po merr. Se ja dolëm, më duket, tani e pash që hyni atje me marr biletën, edhe presim, mos më gjykoni turët e mia pa thoj, por tani nuk e shoh më ajëm. Hajde! Duar të ragazzi, atëherë jemi pak po ham fetinën. Po pim Red Bull se na duhen energji. Çfarë jetë shuti sot mëngjes?
Në orën 7 mëngjesit. Në orën 7 mëngjesit. Po mirë, tu menova se jes gjumë 6, 5, 7 gjysmë gjumë edhe unë. Si ma bën ndra 7 mëngjesit. Orari për mua për të zgjuar është minimumi në orën 10. Bella vita, po hajtë edhe unë. Edhe unë ashtu pak a shumë. Sa në 7:30. Zuar. Bravo. No, unë zgjova bashkëbashkë sepse doja me regjistru edhe për YouTube, doja me regjistru për TikTok, doja me bë make-up, get ready with me, get dressed with me. Unë që zgjova në orën 7 për të marrë trenin. Po ne kemi hyrë për më vetë, do vishëm këtu në dinarinë. Edhe treni e ka 40 minuta larg shtëpisë. Që na quaj Emanueli deri te treni. Princess treatment në maksimum. Pastaj këtu doli mora unë. E tani na shërasi. Tani ky është minimumi që unë të bëj për njerëzit që më ndihmojnë për të jetuar. E kemi pushtu banjon tu, nëse do me hyr dikush tjetër. Do jemi ku plas, Do presim. çfarë janë këto thënë? Me Siria do të thënë kemi këtë diferencë. Unë i kam gjithmonë labrat po. Buzët glossy, ndërsa Siria i ka gjithmonë mat. I kam gjithmonë blush. Ja shihet diferencë, do të thënë blushi, ndërsa Siria ka bronzer shumë. Sa erdhëm tani? Shohim një herë se si do jetë situata inside. Kemi pak ndoshta nuk do më au thënë, unë jam të vujt pikën e vezë në takrat. Që erdhëm deri këtu për 2 shampo. Imagjino, se gustimi shampo. Jo, unë nuk dal pa shampo, po edhe pas trukanten, okay? Pa atë unë s'dal, se e du sepse është i preferumi. Neve nuk flasim kod, do themi të vërtetën, ha? Sola, hajtë shikojmë një herë ti tani, që vediamo. Dai. Non fa niente. Është i pari, kemi ko. Wow! No, vabbè. Donte me më turpëru në mes tjetër në duket. Però va bene così. 14, c'è tutto. Grazie. Doje me më turpëru në mes. Turpuro, ma kjo bëni 10 pikë, bëna 14. Mëso. Jemi ullë këtu te postacionit dekoreve, këtu ka për të hangër e për të pi, ndërsa këtu janë këto garnje, edhe mundesh me dekoru pastaj atë që preferon ti. Unë preferoj atë të verdhin, ai verdi është ai që përdor gjithmonë, nuk keni pa duke përdor nëpër video. Edhe do e dekorojmë me këto që janë kështu xixa e budalliqe. Siria tani ka shku me pyet në fakt a merret nga aty apo ta japin ato edhe mundesh me i vu dekoret pastaj siç e preferon. Lei non so come fa a piacere di più. Io la amo, raga, io la amo quest'acqua micellare così bifasi, cioè strucca, la vita ti strucca, io Rosa, mi stai trovando ho capito però. No vabbè, ma guarda. Ma scherzi. Anche questa è una fila. Ma dici? Sì. Ma mi sa che sono tutti una fila. Vero? O secondo me in dine, mi metto in mano neve e in dimjet. Ima do më gjenë zorën deficit të kanë me patica. Që në ardhë me raçylit mirë. Tani na falni neve deri këtu. E pra, s'po marrim 3 ditë, mos a fut kot. E po ja si e bona, unë ndava këtu pastaj. Ja. Shi sa bukur. Këto na krasin në evente të tij. Ju s'keni më punën ato ja. Tani kush e ka bë më të bukur? Imi duke sigur ka një dytësica këtu. Nuk e kapa në video, po erdhi një nga punonjësit këtu edhe tha, a mund t'ju them, lutem, a mund t'ju them, do të thënë se më të bukrat dekore që kam pas sot. Tha, këto janë vepra arti. Edhe unë i thash, ke drejt. Tani se ne nuk ngopemi kurr, e dim edhe po ham edhe akulloren. Siri e mori me moll, ndërsa unë me limon. Shohim, do e provojmë normal. Duke dal nga locationi, e duke hyrë te bari për me ul pak këtu te kjo zona me bar. Thot Siria, ua shife si zonja, vetëm kur tap për me urzu, nuk urzu fatmirësisht, mirë që kishte stakat. Po t'ishe pas stakat hala? Unë e thash se jam zonjë. Zonjë pra, duke urzu. Morën sysh. S'kan lënë magji para. Po e hakët me limon, Siria me moll, mira janë. Vero, po. Minus 2 grade thap këtu Milano, po ne tu hangra kullore. Kjo ishte ideale tani për zot. Tu haftot e merr një Edhe duhet, sepse kishte edhe pizza, po ne sa hangëm pjadinën, po na hajt pizza direkt. Kemi parë disa goca të famshme në TikTok. Disa, deri tani sa ishin 3-4 ato që ishin të famshme proprio? Po, që ka domethënë me miliona ndjekës. Sidomos njërën që e adhuroj, edhe është Majno. Goca që jeton në Itali e njihni se s'bën. Nuk e ndjek në Instagram, por unë nuk e di pse kam përgjigje në Instagram, s'para ndjek shumë njerëz. Shumë e bukur edhe strukata. A di se sinqerisht pastaj është një atmosferë këndshme. Shumë e këndshme. Se në zakonisht mund të pritet që në këto evente kështu të jetë një atmosferë pak sikur disa njerëz ju duket vetja kush e di se çao bla bla bla, po gjithë po flasin me gjithë,
lujtëm, do me thënë gjithë, po, ma edhe me i pa, shumë e bukur. Me pa gocat për shembull, nëse i bën një buzëqeshje ta kthejnë. Por Ose të buzëqeshit vetë, shumë mirë. të them edhe një gjë, siç ja thash edhe Arsolës shumë pak më para, që eventi kur ka marrë veç një herë tjetër ka marrë këtu dhe ka qenë për Maybelline, nuk ka qenë kështu. Ka qenë pju në dark, si thotë, nuk ka qenë tani si quhet kjo, paradite. Paradit, mas dite. Ka qenë më vonë edhe ka qenë shumë më njerëz se sa tani. Ka qenë edhe ka shumë njerëz të u ndi edhe në ciklet, a kupton? Edhe ishte proprio ambienti dhe gocat që të shikonin, nuk kanë gjitha, po shumica shikonin Plus që ti ke shku edhe vetë. Po, Sa ty nuk e lejonin me marrë një person me vete. Kështu që ishte pak më ndryshe. Eventi i parë, vetëm po, plot me njerëz, I fati të radhë, vetëm prapë se prapë është pak më e sikletshme, se duhet me pas shumë kurajo me i fol dikujt. Po ja se ti ke pak turp ndoshta, edhe ai tjetri ndoshta ka turp me armë të fol vetë i pari. edhe pastaj Edhe pastaj nuk është se argëtohesh, ndërsa gjitet, po. ne dyja disa po argëtohemi tani. Top. Do shkruajmë një bilet, do përdor atë roz, anzi do përdor të verdhën sepse ka më shumë kuptim. Usano l'acqua micellare bifase. Po marrë bateria e kamerës edhe tani jemi në metro, pastaj do të presim tonë centrale, Syria do marrë trenin për me ikë mund vet, edhe unë mund time, baterisë kam shumë, baroj kështu kjo ditë, por ja kemi kërkuar super bukur. Edhe një pa edhe vetë të vlogu, s'kam nevojë me thënë. Bye Shpresoj bye. që do takohemi sa më shpejt, dhe do na shikoni prapë bashkë Bashkë. skermi këtu. Do zoti.